e ka emrin e Miloš Kopiliqit. E njihni atë nga betejë e Kosovës. Ky fshat mban dikun 60 shtëpi. Janë të banueshme për Banueshme të gjithë. Sa punohet? Krejt e punojnë. Subvencionimi i qeverisë të Kosovës ka bën punën më të mirë që mund me bën. Persona këtu që i kanë veglat bujqësore punojnë krejt fshatin. Jam veteran edhe i arsimit edhe jam edhe i luftës. Ka pulem, ç'është pulem? Ku të pëlqen? Hajde. Ç'ta me lula pe zgjedhje. Ndrom fillimisht mirë jeni familja? Faleminderit, mirë po. Na vjen mirë. Ç'është po gatoni? Mirë. Jam i profesor i pensionuar. Dhe tash merrem me lexime që aty kam një bibliotekë vogël. Edhe me një kopsht. Fëmijët janë rrit, kanë shku. Shumicën i kam brenda Kosovës. Një vajzë kemi jashtë. Të gjithë punojnë mirë. Shumë mirë. Mu krejt në fillim më intereson se sa është i banueshëm fshati edhe unë domethënë shtëpia e parë që unë dola, me që i edhe krejt në fillim. Edhe për juve po duhet ditë sa është i banueshëm, sa foçarkollim. Fshati emërohet Kopiliqi i Epërm. Sipas gojdhonave të vjetra, se dhe kam lexu pak, e ka emrin e Miloš Kopiliqit. E njihni atë nga betejë e Kosovës. Miloš Kopiliqi ka fitu betejën e Kosovës, te Miloševa atje, me sultanin që e ka mbyt. Serbët pastaj e falsifikojnë atë, po ne e dim nga historia që ky fshat daton prej atje. Pjesën anena që nuk po duket, janë vorrezat katolike dhe ishte një kishe vjetër, kisha e Miloshit. Në emër ati që po të thamë. Dhe është edhe një bunar, bunar tani, populli i thot, i Miloshit. Do me thonë, ky fshat e ka atë emër. Ky fshat është i epërm, një Kopiliq tjetër, është maton asfaltit, i ulti thujnë, ajo është i ult. Dhe ky fshat mban dikun 60 shtëpi. Janë të banueshme për Banueshme të gjithë, shumë pak kanë ikë, shumë pak kanë dalë. Ata që kanë dalë, po vinë, po ndërtojnë, po kthehen e për vendet. A den me në kuptu kjo se fshati i ka gjitha çka i duhet një familje për jetesë? Krejt i ka. Fatbarësisht, prandaj edhe se kam lëshu këtë vend, shu që jam punon, unë bashkë me ate kam punu, ajo vazhdon se është mosh meri, vazhdon me punu, unë jam pensionu. Fëmijët kanë shku në për puna, dojnë në Prishtinë, dojnë në për qytetet Kosovës. Cili drejtimin e vetë? Po, fshati banon, të gjithë thuja janë banor të rregullt këtij vendi, nuk kemi probleme. Infrastruktura që i duhet një fshati është shumë nivel mirë. Duhet. Kemi ujësillësin këtu, që ka ardhur nga Mitrovica vjen ujë. Kemi kanalizimin prej një fshat atje është si fshat ma i përparu, prej atje shkon deri tek lina, kanalizimi që i përfshin të gjitha fshatrat. Asë një lloj kanalizimi këtu nuk ka jashtë. Po më intereson pjesa, kemi po, mirë. shumë mirë. Ajo është gjë kryesore. Po më intereson kjo pjesa e punimeve të tokave, sa punohet? Krejt e punojnë. Subvencionimi i qeverisë të Kosovës ka bën punën më të mirë që mund me bën pas luftës. Ka subvencionu jo të gjithë që e punojnë, po tash të gjithë, kush i ka veglat e ka marrë atë. Që unë për shembull ja një djalë i tagjës këtu e punon, ai punon 2-3 persona këtu që i kanë veglat bujqësore, punojnë krejt fshatin, domethënë gruri, sanet bujqësore. E punojnë, po. A njihni jo kështu me krejt banor të këtij fshati? A njihni me zvetje? Po krejt i njihemi. Po jemi më thonë fiset ndryshme, po njihemi, të gjithë shkojmë bashkë në këtu dasme, dekje që janë, shkojmë. Shkolla më duket që... Shkolla është 3 kilometra prej këtu, është një qendër e shkollës aty, fillore,
Funksionale? Shumë është e re, është një lokal i ri më të mirë, nuk sheh. Ka numër kështu të nxënësave veç? Qësh kanë qenë? Shumë pak kanë shku prej këtuajt, jo shumë, nuk janë shpërngur shumë. Disa individ, mund me thonë. Ka. E kemi ambulancën, është ambulanca, e frekuenton mjeku, është infermierët janë të vazhdueshëm aty çdo ditë. Me orare? Me orare. Skënderaj është shkolla e mesme, edhe është profesionale, kështu. Asfaltet janë, si që pesheni, pak dëmtuar, apo mirë janë, më thonë, ende funksionojnë. Më pëlqen se Trenisa në përgjithësi shumë e ndërtuar. Kanë punu, tash popullë gjithqysh, si ke i mirë, si i kesh, diçka ka më thonë, Po, aje dihet. diçka nashta kanë kesh për dorë, po edhe kanë punu. Më thonë kanë punu, shihet evidenta, që rryma është me këtu kablat e mira profesionale, me bandera, me krejt, është mirë funksionu. Asë një nalje nuk e kem pas. Asë një ndërpremje të rrymës, unë nëse kem pas. Se unë kam edhe nxenin qendrore mrena, po ka funksionu për mrekulli. Po, përbesën një befasu për të mirë. Unë vetëm me shoqen, po më vinë çdo vikend vinë fëmija, vinë me gratë e tyre. Dhe tani ju bon që aje energji për gjatë këtë javës. Mirë, unë jam i realizuar. Unë e kom arrit karrierën time, kom vonë shumë për këtë popull. Kam punu 22 vite në Arsen, 20 vite në shërbim korrektuesim, kom sociolog i burgut. Dhe aty kom vonë kontributin tim shumë vlefshëm, edhe për mu ka qenë një eksperiencë shumë e vlefshme. Kam mësu gjithë shka. Edhe kom punu, kum ndihmu njerëzve, qa brenda rregulloreve, kam vizitu familjet, u kam ndihmu me ilshune për vikende, kam bë punë ndryshme. Rëndësi ta shko që me që jenë në penzion, jetën ashtu i qitë. E din që si ke hinë hak dikujt, ose si ke mbet dikujt diçka bërgjë. S'pa kur dere nuk e mbyllon, as atë, as këte. Po të beseni 100% se edhe pritin që ma bone, do thot nuk hezitova me njëherë doli. Fill dalë dhe që tu rrive, që tu lexoj sa dështë pak kohë adën, se që atu i kam librat, lexoj, para dite, zakonisht edhe kam një kapsh që kam unën me e po, që e kaloj kohën, do pëmë mrapa shpis, o burin e moj mirë, veturën e kam temë. Preja tjetë ku po të e pastru, tani miket Kemi më shku një dagë, sonte, shu që e ka të vetën, shkon puna ja, ka shku, djemë të fëmija i kanë të vetat. Mirë, nuk o keq, i realizum jam. Vetëm kisha dëshiru për juve të jetë pace për Kosovën, se kem përjetu shumë keq në Kosovë luftën. Qëty molit anena, kenaj. Jam veteran edhe i arsimit, edhe jam edhe i luftës. Shumë për kontributin që e kemi bërë. Faleminderit, 42 vite i kam përvoj pune.